Reagimi zyrtar i klubit të futbollit të vajzave të Mitrovicës për gjendjen e stadiumit Xhevat Jusufi Xheki, ku lënduan dy futbollistet Gresa Aziri dhe Aurora Muliqi, kanë nxitur shqetësime serioze për sigurinë e lojtareve, vetëm pak javë para paraqitjes së skuadrës në garat e Women's Champions League. Kryetari i klubit të vajzave, Hajrullah Haxhiu, duke folur për Kosova Press, ka bërtiditur se gjendja e të dyja futbollisteve vazhdon të jetë shqetësuese. Realisht djeshën Federatën e Futbollit të Kosovës dhe kam potencu me kryetarin e Federatës pjesën e fushës, gjendjes së kësaj fushe. Federata e Futbollit të Kosovës është e interesuar më shumë të rregullojë një fushë tjetër për lidhjen rajonale në lokacion tjetër, edhe sa i përket kësaj fushë është problemet pak të menaxhimi i fushës, se kjo me menaxhohet për një klubi tjetër, është i klubi Mashkull Mitrovica, dhe ndoshta për shkak të atyre procedurave është problemi i ndërrimit të barit. Po mendoj kështu se pse edhe djen bisedë me kryetarin, ai i ka prioritet rregullimin në një fushë tjetër për lidhjen rajonale të Mitrovicës, ku na mund të zhvillojmë servitet ato, e pastaj sigurisht që do të vjen rradha edhe kësaj fushë, po neve nuk na pritet ashtu se kemi gara edhe në kampionat, kemi edhe tash Champions, edhe kjo fushë është dëmtuar shumë, ky bar është dëmtuar shumë, shpresoj, besoj që edhe komuna edhe federata do të bëjnë zgjidhje. Sipas tij, problemi nuk kufizohet vetëm të dy futbollistët e lënduara, pasi pothuajse e gjithë skuadra përballet vazhdimisht me dhimbje muskulore dhe lëndime për shkak të gjendjes së tapetit sintetik. Trajneri i klubit të futbollit të femrave Mitrovica, Shpëtim Idrizi, theksoi se mungesa e dy lojtareve kyçe është një goditje e madhe për ekipin, pasi ato kanë qenë pjesë bazë gjatë gjithë kampionatit. Normal, mungesat janë jashtëzakonisht janë të mëdha, duke marrë parasysh se kanë qenë barse, domethënë gjatë gjithë kampionatit, po shpresojnë në rikuperimin e tyre që të paktën të kemi këto ndeshje të cilat bëjmë pjesë në Ligën e Kampionëve, që realisht paraqitemi sa më mirë, normal që me ardhen e atyre dy lojtarëve po shpresojna do të jetë ekipa më e kompletuar. Ndërkohë, kryetari Hajrullah Haxhiu bëri të ditur se ka diskutuar me kryetarin e Federatës së Futbollit të Kosovës për gjendjen e rënd të fushës, duke kërkuar një zgjidhje sa më të shpejtë. Realisht djeshën Federatën e Futbollit të Kosovës dhe kam potencu me kryetarin e Federatës pjesën e fushës, gjendjes së kësaj fushë. Federata e Futbollit të Kosovës është e interesuar më shumë të rregullojë një fushë tjetër për lidhjen rajonale në lokacion tjetër, edhe sa i përket kësaj fushë është problemet pak të menaxhimi i fushës, se kjo me menaxhohet për një klubi tjetër, është i klubi Mashkull Mitrovica, dhe ndoshta për shkak të atyre procedurave është problemi i ndërrimit të barit. Po mendoj kështu se pse edhe djen bisedë me kryetarin, ai i ka prioritet rregullimin në një fushë tjetër për lidhjen rajonale të Mitrovicës, ku na mund të zhvillojmë servitet ato, e pastaj sigurisht që do të vjen rradha edhe kësaj fushë, po neve nuk na pritet ashtu se kemi gara edhe në kampionat, kemi edhe tash Champions, edhe kjo fushë është dëmtuar shumë, ky bar është dëmtuar shumë, shpresoj, besoj që edhe komuna edhe federata do të bëjnë zgjidhje. Futbollistja e lënduar, Aurora Muliqi, tregoi se gjendja e fushës ka ndikuar vazhdimisht të lëndimet e lojtareve, duke theksuar se pothuajse e gjithë skuadra përballet me dhimbje muskulore. Po normal kena çdo herë, jo veçone, po krejt lojtarët kena dhimbje të muskoj, kena lëndime, është edhe Gresa që omet shumë gjatë jashtë fushës prej lëndimet, shkaku i fushës. Normal është shumë e vështirë se na kur kemi dhimbje të muskujve, normal që është shumë e vështirë për neve më vrapu, më stërvit. Më tutje, portiera Raimonda Spaju tha se fusha është në gjendje të dobët dhe po krijon probleme të mëdha në stërvitjet dhe ndeshje, madje edhe lëndimet e lojtarët. Ajo kërkoi ndërhyrje urgjente nga federata ose komuna për përmirësimin e kushteve. Kushtet e fushës nuk i kena shumë të mira, edhe pe kena shumë probleme mi bo këto ndeshjet, sidomos edhe fazën përgatitore, ama sidomos edhe ndeshjet si për ekipin tonë edhe për ekipin kundërshtare është shumë problem, se fusha është shumë mate që nuk u rinovu edhe pe kena shumë problem, ama kem pas edhe lojtarët lëndume goxha shumë, që normalisht inshallah po kthehen edhe për ndeshjet e Championsit, ama po kena shumë probleme dhe ju kisha lutur organeve kompetente siç janë federata ose komuna me na ndihmu për me rinovu ose me na bë një fushë tjetër.
Klubi i futbollit të femrave Mitrovica do ta përfaqësojë Kosovën në kualifikimet UEFA Women's Champions League, ndërsa shqetësimet për gjendjen e stadiumit Xhevat Jusufi Xheki janë shtuar pas lëndimeve të futbollisteve Gresa Aziri dhe Aurora Muliqi. Kosova Press ka tentuar të marrë një qëndrim edhe nga presidenti i klubit të futbollit Mitrovica, Jeton Ujkani, lidhur me shqetësimet e ngritura për gjendjen e stadiumit Xhevat Jusufi Xheki, i cili aktualisht është në pronësi të klubit që ai drejton. Megjithatë, deri në momentin e publikimit të këtij lajmi, Ujkani nuk i është përgjigjur kërkesës për koment. Klubi deri më tani ka fituar 7 titull kampion si dhe 7 herë Kupën e Kosovës.